Përshëndetje miqtë kaltër Interis kudo që ndodheni, mirë se u rikthyet në kanal, mirë se u rikthyet në UEFA Champions League, faktikisht një humbje Bodo Glimt Inter 3-1, një humbje e rëndë për nga rezultati, por gjithashtu edhe për nga performanca më shumë në pjesë dytë, le të themi, një Kivu që padyshim pritej që të kishte një turnover, një rotacion të theksuar, duke qenë se vinim nga një ndeshje shumë intensive ajo me Juventusin kampionat, dhe patjetër ecuria dhe fokusi ynë duhet të jetë Seria A këtë vit, por megjithatë një Inter që u përpoq që të bënte rotacion, që të thyente disi ekuilibrat, por ajo çka rezultoi ishte që u përballë me një ekip fizikisht ishte goxha mirë, goxha lartë, fizikisht një ekip shumë agresiv që shfrytëzoi në maksimum edhe avantazhin e terrenit, pasi ishte tmerrsisht e vështirë që të luash në një bar, në një fushë sintetik, tapet sintetik, ku edhe probabiliteti apo risku për të patur një dëmtim ishte tejet i madh, çka u pa qartë edhe në iniciativën e lojtarëve të Interit, të cilët për hir të së vërtetës në pjesë të parë luajtën, niveli ritmi ishte disi i lartë, por u pa qartë që në pjesë dytë Interi ra, fizikisht ra komplet shumë, nuk e di nëse ishte zgjedhje taktike, apo ishte thjesht çështje e kapacitetit fizik, të cilët më shumë interistët duket sikur po përpiqeshin që të shmangnin dëmtimin. Megjithatë është një rezultat 3-1, është i rëndë si rezultat, nuk mund të them që është i parikuperueshëm, por të detyron ty që të shpenzosh akoma më shumë energji edhe në ndeshjen e dytë, pasi normalisht me një 2-0 ti mund ta çosh ndeshjen në shtesë, por të duhet 3 gola avantazh që ti të kualifikohesh. Megjithatë merret në tërësi në 180 minutë. Le të themi që Kivu vendosi që të hiqte dorë patjetër nga Zielinski dhe Di Marco, të cilët janë dy shtyllat e ekipit. Gjithashtu kishte aktivizuar edhe Darmian, nota shumë pozitive le të themi për Darmian, por ajo që nuk më pëlqeu është një tmerr që ti të shohësh në organizim, pra si playmaker, shohësh Barelen, është absurditet, është një çmenduri. Me sfusha shumë e dobët, gjithashtu edhe mbrojtje shumë gabime, pam një Bodo Glimt shumë të agresiv, dhe ajo çka është për të evidentuar një Bodo Glimt që saktësinë përpara porte kishte shumë të lartë, ato raste që u krijuan i realizuan dhe madje gola shumë të bukur, por po të shohësh mënyrën se si u realizuan të 3 golat, le të themi që janë deri diku të ngjashëm, gabime fatale në mbrojtje, çarje në mbrojtje, disa topa, domethënë korridore që hapeshin në mbrojtje dhe më pas golat që vinin ishte absurde, edhe pse duhet të themi që pjesën e parë Interi i pati rastet e veta, gjithashtu dhe në fillim të pjesës dytë, ku vlen për të përmendur ajo shtyllë e Darmianit, rast sërish i Darmianit, shtyllë e Lautaras, pra duhet ishim akoma më decisiv përpara porte në mënyrë tillë që nëse donim që realisht ti minimizonim dëmet e kësaj ndeshje, pasi ishte e pritshme, nuk po them që ishte e pritshme humbje, po ishte e pritshme një performancë e tillë sot, një vështirësi e madhe sot në fushën e Bodo Glimtit. Domethënë edhe ndeshja nisi me ritëm shumë të lartë nga ana e kundërshtarëve dhe një Inter që po përpiqej që të menaxhonte dhe të administronte ndeshjen. Por, siç e thash, nga një gabim në mbrojtje vjen goli i parë i Bodo Glimtit. Më pas tregohemi të aftë që të barazojmë me Pio Esposito, një gol disi i dyshin, pasi kam përshtypjen që mund të ishte një prekje me dorë aty, por vlen për të theksuar shumë loja dhe performanca e të dy lojtarëve, Darmian dhe Carlos Augusto. Të themi të vërtetën, mua të paktën këta dy lojtarë më pëlqyen, ndërsa të gjithë të tjerët, mund të përjashtojmë Pio Esposito për golin e bërë, por të gjithë të tjerët realisht shumë dobët. Dhe u pa qartë që edhe qëllimi i Kivut ishte që thjesht të minimizonte dëmet, pasi edhe në zëvendësimet që ai bëri, vlen për të përmendur Zielinski që u fut 10 minuta mbasi Interi kishte pësuar golin e tretë. Kështu që një natë negative për shumë aspekte, vlen për të theksuar që drejtuesit e Interit absolutisht i kushtojnë një rëndësi të veçantë kalimit të turnit në Champions League, pasi le të themi që bëhet fjalë për 15 milion përfitime
në rast kalimi, nuk dua të jem fatalist, sepse siç e thash janë 180 minuta na pret ndeshja në San Siro për tu zhvilluar, ku realisht e kemi mundësinë, pasi u pa qartë që Bodo Glimt vërtet ishte një ekip fizikisht me një përgatitje fizike të lartë, por nëse ti domethënë mund ta vije në vështirësi. Siç e thash, shfrytëzojnë maksimum terrenin, shfrytëzojnë maksimum publikun, faktin që ka rreth 1 muaj e gjysmë që kampionati norvegjez ka mbaruar, kështu që duke qartë aspekti fizik, por në të njëjtën kohë është edhe çështje pak me çfarë mentaliteti ti futesh në fushë. Nëse ti futesh në fushë me një mentalitet jo për ta fituar, edhe pse duket pak absurde, por realisht ky ishte mentaliteti i Interit. Pasi u pa qartë që nuk shkonin në 100% në duele, nuk shkonin në 100% me atë intensitetin dhe agresivitetin që duhej. Çka bëri Bodo Glimt, që ishte një 3-1, siç e thash është i rëndë si rezultat, por shpresojmë për mirë, shpresojmë për ndeshjen e kthimit. Ajo çka unë nuk doja faktikisht ishte që të paktën një barazim, apo në rastin më të keq një humbje me diferencë vetëm 1 gol, pasi tashmë duke parë edhe ecurinë e kampionatit, pavarësisht se do jetë direkt javën tjetër, por duke parë gjithë fokusin tonë që është në kampionat, të paktën të ruanim disi energji. Tashmë na pret një ndeshje e madhe, një ndeshje që do jetë e gjitha në sulm patjetër në San Siro, ku duhet të provojmë që nga fillimi. Një ndeshje që do shpenzohen shumë energji, absolutisht që po. Megjithatë, ky është futbolli. Ky është futbolli, Bodo Glimt fitore e merituar, Interi për atë që tregoi në fushë, le të themi që është një rezultat disi gënjeshtër, pa i hequr asgjë Bodo Glimt. Megjithatë, në të mirë në të keqe Forca Inter, morëm edhe një lajm të mirë në aspektin e luftës për titull që Milan i barazoi, kështu që çfarë mund të themi? Ju përshëndes dhe Forca Inter.